jetojmë në një kulturë edhe në një kohë që vlerësohet shumë të jemi shumë të zënë me punë, gjithmonë shumë të zënë. Jam shumë i zënë me punë, jam shumë i lodhur. Dhe suksesi nga puna lavdërohet dhe shpërblehet publikisht, kurse suksesi në shtëpi ndërton një trashëgimi. E kupton ndryshimin? Edhe është shumë e vërtet që ndoshta donjëherë ne jemi duke luftuar për ato suksesin në punë që me vërtet vlerësohet, edhe harrojmë që ajo që është shumë e rëndësishme është trashëgimia që kemi në familjet tona. Kjo është sfiduese, unë mendoj për të cilin nga neve, sepse ne na pëlqejmë lavdërimet apo jo, na pëlqejmë ato suksesin që kemi, kur njerëzit thonë, wow, sa punëtore që je. Por mos e bëjmë të bëhet që të sakrifikojmë familjen për shkak të këto gjë. Mishe thua me Nedin dhe Joridën.